Brenda disa muaj, për herë të tetë, gjimnazi i Tetovës Kirill Pejqinović kërcënohet me bombë, të cilët deri më tani të gjitha këto alarme kanë rezultuar të rrejshme. Kjo situatë është bërë e padurueshme dhe nxënësit vendosen të protestojnë para policisë së Tetovës, duke kërkuar që të kapen autorët e këtyre mesazheve shqetësuese dhe mësimi të vazhdojë pa pengesa. Nxënësit janë shprehur se dëmi i madh u shkaktohet atyre me mosmbajtjen e orëve të mësimit. Vjedhoj e pakënaqësisë son me dukuri të shpeshta për bomba, dukuri e cila ka ndodhur gati 8 herë me radhë në shkollën tonë, dhe që paraqet një indikator të rënjes së mbarvajtjes së mësimit, respektivisht nuk mbahet mësim, dhe me mos mbarvajtjen e mësimit dëmi më i madh bie mbi faktorin nxënës, gjë që nuk është e pranueshme nga ana jonë, dhe kërkojmë nga organet kompetente të marrin masat menjëhershme dhe serioze për mbarvajtjen afatgjatë të mësimit dhe jo për përsëritjen e këtyre dukurive. Edhe nxënësit tjerë janë shprehur të lodhur nga humbja e orëve dhe mosmarrja e masave për kapjen e autorëve. Kena ardhur të bëni protest kundër policisë për këtë punën e alarmeve të bombës, ne përdit janë të nalohet të hej të dalna për shkollë se në bajmë mësim. Për alarmet e bombëve zhjibohen këta të gjimnazit e Tetovës. Me vërtena kanë lodhë dhe pak si e tea për to hera 7 e 8, e në edhe gjdo gjo eskalohet, do me thonë, i nga kitë lodhët për kësoj situatës që o të ubo këta të gjimnazit e Tetovës. Ndërsa për drejtorin e gjimnazit Jeton Kamberi, është e papranueshme që policia asnjëherë nuk merr përgjegjësi, pasi që sipas tij, edhe pas kontrolleve që kryhen, policia i ka thënë drejtorit se është në përgjegjësinë e tij nëse do të vazhdohet mësimi apo do ndërpritet. Ai kërkon që të merren masa që procesi mos ndërpritet. Kjo është e patolerueshme, nuk kemi asnjë farë përgjigje nga ana e Ministrisë Punëve të Brendshme. Sektori për punë të brendshme në Tetovë nuk është duke dhënë ndonjë farë përgjegjësie, llogari apo diçka tjetër, edhe pse ata vinë vazhdimisht e bëjnë punën e vet. Megjithatë, njerëzit të cilët duhet të vinë kompetent për mbikëqyrjen e objektit të antiterrorit nuk ka, vazhdimisht presin, dhe ne na e lën përgjegjësinë masi i kryjnë aspektet protokollare të vetat, gjë që nuk korespondojnë me aspektin profesional, edhe pastaj të vetmen përgjigje që na e japin neve, të paktën mu si drejtor, e keni ju përgjegjësinë të vendosni, a do i leni nxënësit brenda, a nuk i leni nxënësit hynë brenda. Nuk ka mundësi që unë të marr përsipër t'i fusim 1400 nxënës brenda objektit, kur vet organi kompetent nuk e merr përsipër ata. Gjimnazi i Tetovës nuk është institucion i vetëm në Tetovë që ka pasur alarme për bomba, por këtë vit në këtë gjimnaz bombat kanë qenë më të shpeshta. Nga drejtoria protestën dhe bojkotin e mësimit e kanë paralajmëruar javë më parë, duke thënë se alarmi për bomba të rrejshme dhe mosmarrja e përgjegjësisë nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme ka bërë që mësimi të ndërpritet thuajse çdo javë.